Çdo familje shqiptare që shpenzon në supermarkete, në markete lagjesh, tek fermeri, fshatari, që blen produktet për tryezën e familjes, ka vënë re një shifër të jashtëzakonshme, atë të rritjes së çmimeve. Sot çmimet shqiptare janë barazuar me ato europiane. 22% janë rritur çmimet në 10 vitet e fundit, ndërkohë që pagat jo. Vetëm 3% asanor me inflacionin në këto 10 vitet e fundit. Të ardhurat e një familje shqiptare 40% shkojnë sot për ushqime. Kemi çmimet europiane, ndërkohë që pagat janë shqiptare. Një familje me 4 pjesëtar i duhen 66.000 lekë për të jetuar në një muaj, ndërkohë që paga mesatare është 73.000 lekë. Si mundet një familje shqiptare të mbijetoj në këtë realitet ekonomik? Dëgjojmë qeverinë që çdo ditë propagandon rritjen ekonomike, propagandon faktin që sot është rritur GDP-ja. Po rritja e produktit të brendshëm bruto fatkeqësisht ka shkuar te një grup i vogël njerëzish, ka shkuar në një industri të vetme, sepse ekonomia shqiptare nuk prodhon më. Sot e gjithë rritja është përndar vetëm tek ndërtimi, me 15, maksimumi 20 kompani që marrin tendre, koncesione që marrin leje ndërtimi e që përfitojnë e përjetojnë këtë rritje ekonomike. Ndërkohë që 95% e qytetarëve shqiptar sot nuk e ndjejnë as në xhepat e tyre as në tryezën e tyre. Kriza e dytë e ekonomisë shqiptare është emigrimi. Kjo krizë e ekonomisë që vjen edhe si rezultati konsumit më të ulët, edhe si rezultati investimeve më të ulta, edhe si rezultati faktit që sot familjet shqiptare po detyrohen që të çojnë jashtë fëmijët e tyre, duke hasur në shumë ure, duke mos gjetur zgjidhje, i kushton ekonomisë shqiptare. I kushton edhe për faktin që sot të ardhurat që vijnë dhe nga emigracioni janë 30% më pak se ç'ishin vite më parë. I kushton edhe për faktin që gjithë këto persona nuk po konsumojnë më në Shqipëri, e ndihet edhe në konsum. Nuk po përdorin më sistemin bankar shqiptar, e ndihet njëkohësisht dhe te kreditimi i familjeve e bizneseve. E kriza e tretë e ekonomisë shqiptare lidhet sigurisht me prodhimin. Sot ekonomia shqiptare është një ekonomi që nuk prodhon më. Është një ekonomi që ka shtëruar, është një ekonomi që nuk ka një model ekonomik e një vizion ekonomik, sepse ne nuk ditëm të ndërtonin. Ne ndërtuam një ekonomi llaçi e tullash. E gjithë rritja ekonomike e viteve të fundit ka shkuar tek ndërtimi. Ndërkohë që bujqësia, që ishte një nga sektorët kryesor, nga 20% ka shkuar në 16% produktit brendshëm bruto. Sot ekonomia shqiptare nuk mbahet më as nga sektori fason që deri dje prodhonte dhe eksportonte. Sot një sektor me 175.000 punonjës ka rënë pothuajse 100.000 punonjës vetëm si rezultat i zhvlerësimit të euros. Dhe ky model ekonomik që nuk prodhon, që nuk eksporton, po thjesht riciklon paratë e pista këtu në sektorin e ndërtimit, është një model ekonomik që nuk është përndan të ardhurën tek gjithë. Është një model ekonomik që ka shtëruar, që ka rënduar shtresën e mesme nga njëra anë, e nga ana tjetër e ka krijuar një sistem dhe një ekonomi të pakicës. Ky është sistemi që po protestojnë sot njerëzit atje në rrugë. Ky është sistemi që ka nxjerrë qytetarët të protestojnë.